që nga dje, ku shumë të rinj dhe treja janë bashkuar për të mësuar pak më shumë për ngjitjet sportive. Krejt detaje do t'i ndëgjojmë në minutat në vazhdim, ku do t'na i shpalos Laurita. Laurita, mirë se vjen. Mirë si gjeta, faleminderit për të. Ne do të kthehemi pak mbrapa në kohë për të kuptuar pak për ketrat fillimisht. E di që e kemi diskutuar edhe në të kaluar, po pse jo për me rifresku pak memorien, e më pas kalojmë tek detajet. Patjetër, atëherë klubi i ngjitjes ketrave është themeluar në vitin 2019, pra që 6 vite funksionon me një sër aktivitetesh të ndryshme, por gjithmonë duke pasur në fokus ngjitjen. Pra kur themi ngjitje ne kemi fjalën për ngjitje në shkëmbinj, jo ndonjë ngjitje tjetër më të lehtë, por në shkëmbinj. Por përveç ngjitjeve në shkëmbinj, klubi i ngjitjes ketrave merret edhe me aktivitete tjera dhe me projekte të ndryshme. Të gjitha projektet të cilat ne i kemi realizuar, pothuajse të gjitha, ja u kemi dedikuar një pjesë të shoqërisë e cila fatkeqësisht është lënë anash nga shteti jon, por le të themi edhe nga shoqëria e jonë dhe nga individet. Pra ata persona janë personat me nevoja të veçanta, projektet të cilat ne i kemi fituar, ja kemi dedikuar atyre dhe i kemi realizuar bashkë me ta në mënyrë që të involvojmë edhe ata në shoqërinë tonë. Mirë, cilat kanë qenë aktivitetet në përgjithësi të kerave gjatë këtyre 6 viteve që i përmendë, pas do kalojmë me njëherë tek detajet për akademinë. Si që thash, do me thonë, ne fokusohemi gjithmonë tek ngjitja, ka qenë që sa më shumë të bëjmë ngjitje dhe sa më shumë t'i trajnojmë dhe t'i mësojmë të rinjët e cilët janë të interesuar për sportin e ngjitjes. Jemi merr kryesisht pra me ngjitje, kemi bërë gjithashtu edhe ecje malore, po kemi zhvilluar edhe disa projekte, pra me personat me nevojat veçanta, kemi bërë camping, kemi bo orientimin e natyrë, kemi mësu se me peshku, pastaj mund shumë elitar, disa nëshimet e leta dhe këto gjanat e tjera që kanë qenë për ta që munden me i realizu. Po, sa është si sport, po themi, tek ne jo i zhvilluar më tepër ma shumë i pëlqyer, edhe me qenë se është një sport që kërkon pak guxim, normalisht, pse jo, të dim sa ka interesim nga njerëzit? Realisht, ka një interesim kogja të madhe nga të gjithë dashamirësit e natyres. Fillimisht, unë para 3 viteve kom fillu mu merë me ngjitje, po nisëm nga vetja përveç ecjeve, kam kërku gjithmonë diçka ma shumë, pastaj kom pa që një klub po e bën një event të ngjitjes, ju kom bashku thirrjes së tyre, kam provum, ka pëlqyer tepër shumë, ka qenë diçka e re për mu, një adrenalinë, kom pas se sa profesionist janë në punën e tyre që kanë bo prej atëherë, dhe kështu ju mbashkuam, pastaj të e thirë unë dikant, dikush tjetër dikant, është kriju një komunitet kogja i madh i dashamirësve të ngjitjes, kështu që mi bo një grup kogja i madh që po punojmë çdo ditë ma shumë dhe po mundojmë me bo ngjitje sa më shumë që mundemi. Nga ky interes, nga ky zinxhiri, unë po e thiri dikë, ti po e thirë dikë, dhe kështu është rritur numri, prandaj edhe siç duket ka ardhur dhe një ide, apo më mirë themi nevojë për të kriju ketrat akademi. Po, ka pas shumë kërkesa për shumë dashamirësve të natyrës dhe bjeshkatarëve që me majt trajnime profesionale për ngjitje, me mësu se si bët një ngjitje nga aja të gzheja të themi në mënyrën e duhur, dhe kështu që ne kemi vendosur me themelu ketrat akademi, pra në kuadër të klubit të ngjitjes ketrat. Ketrat Akademi është një hapësirë ku na kemi mësu bashkë, do me thënë, kemi mu zhvillu bashkë dhe kemi mu rritë si komunitet i ngjitjes bashkë. Kemi mësu shumë gjana të reja, pra prej fillimit deri në fond se si duhet mu bo një ngjitje si pas gjitha rregullave që i ka ngjitja. Cili ka qenë interesimi tani për akademin, sa persona, çfarë do të ndodhë në akademi, edhe gjitha këto detajet, pse jo, ndoshta e kemi ndonjë dashamirës që akoma nuk kanë dëgju për akademin edhe na bashkohet rrugës. Ka qenë, ne në fillimisht kemi hapë një aplikim, nuk kem besu që ka me pas aq shumë interes, aq madhe të personave që dojnë më ardhe dhe me mësu rreth ngjitjes ma shumë, po realisht e kemi kufizu pak numrin, për momentin jemi dikun ofër 40 në qoftë se nuk gaboj, 40 personav që jemi duke ju mbajtur trajnim që kemi, si që tha edhe ti, kemi filluar dje në fazën e parë trajnimit, kështu që po besojmë që pas përfundimit i trajnimit cili do të zgjas, se janë kogja faza
që deri në përfundimin e trajnimit. Ne kemi edhe shumë persona tjerë që i kemi në listën e pritjes që me zis po presin me fillu me mbajt trajnimin. Kështu që interesi ka qenë shumë i madh dhe më vjen shumë mirë që bjeshkatarët dhe dashamirët e natyrës kanë fillu të vedisohen edhe mos dalin me bu ngjitje veç hajde dalin bëjmë një ngjitje për qefi, ndoshta pa i ditë një orit bazike të ngjitjes, sepse ngjitja nuk është një sport i lehtë, është kogja i sfidues, është kogja i rrezikshëm dhe nëse ne nuk është kompleks. Duhet patjetër me e diskutu këtë pjesë që është kompleks, nuk bëhet veç po shkoj. Nuk bëhet veç po shkoj. Unë po them që nuk bëhet veç po shkoj, po unë e kom bë dhe vetë ashtu. Ndoshta edhe kom fillu, hajt veç të shkoj ta provaj. Po gjithsesi ke pas njerëz të duhur afër vetës, Laureta. Unë e thash që kom fillu me... Sepse ka pe atill që e bëjnë, veç po shkoj. Ka shumë, unë i shoh fatkeqësisht. Vjen rreziku më i madh që është ai për jetën. Po, unë e thash që kom bë edhe vetë, ndoshta jashtë klubit, ose para se me fillu me klubin e ketrat, edhe tash kur pasi që i kom mësu, jom nale dhe komendu se qka kom bo. Qfar gabimi? Qfar gabimet më dhaja kom bo, okej, mu nuk më kanë kushtu, ndështa, po na kemi shumë raste që shojmë që ju kushtojnë edhe me jetë. Kështu që pse jo, mës me mbajt një trajnim të dur, nuk do të thot vetëm të ketrat akademi, sepse ka edhe shumë profesionist tjerë që mundesh më shku edhe me mësu regullat bazë të ngjitjes prej asë, dhe me thanë deri të gëzheja dhe medalje dhe pastaj dele dhe bën ngjitje nuk ta ndalë askush. Po është shumë e rëndësishme që me mbajt një trajnim të dur dhe pastaj medalje që mës me përfundu deri tek gabimet që të kushtojnë me jetë. Sa do zgjas akademia, duke marrë parasysh që thash pak më herët është një sport kompleks, kërkon precizitet mbi të gjitha, por edhe njohuri se si duhet përdoren, jo vetëm pajisjet, por çdo moment, çdo lëvizje mund të kushtoj nëse nuk bëhet e dura. Është vërtet. Ne tani jemi në fazën e parë, do të thonë në fazën e ligjëratave, do të kemi 2 sesione të ligjëratave, pastaj do dalim në praktik, do të thonë në natyrë, kur do të shohim se nuk e kemi një kohë sakt se sa do të zgjas, sepse varet nga persona që në aty se sa shpejt do të arritin me kuptu gjanat edhe me kap të gjitha gjanat që ne do t'i praktikojmë në natyrë. Se nëse ti si Dhurat ose one si Lauret nuk e kuptoj me 1 herë ose 2 herë si bëhet nyja 8-6 ose cila do qoftë ajo, ne do t'a përsëritim deri edhe 10 herë nëse është nevoja deri sa ti e kupton sakt se si bëhet. Kështu që nuk e dim sakt se sa kohë do të na merr, sa do të na zgjat, po besoj që do t'i mësojnë shumë shpejt gjanat, sepse janë të kapshme nëse kanë interes, edhe po besoj që gjithë kanë interes për derisa kanë ardhur në akademi. Shumë e vërtet. Kjo ndoshta edhe ndërlidhet pikërisht me dëshirën që personat e tillë kanë për natyrën fillimisht, edhe më pas gjithmonë shohin mundësi për ta avancuar veten, e pse jo, mos të keni uri edhe për sportin e ngjitjes në këtë rast. Kur flasim për këtë kompleksin si sport, e përmendet që është i vështirë, por sa është i vështirë për të mësuar gjitha këto detajet? Është kogja i vështirë edhe për të mësuar, nuk mund të me thanë që është i lehtë edhe okej, po shkoj një herë edhe po e kryj. Kur kom fillu me mësu vetë, nuk mu ka duk edhe shumë i vështirë, po pas një kohë nëse ti nuk i përsërit keq ato gjana që i ki mësu, nëse nuk i praktikon, ki me fillu edhe mi harru ndoshta edhe nyjet edhe lidhjet ma bazike. Kështu që përveç që i mëson, duhesh gjithmonë me qenë tu i përsërit, tu i praktiku në mënyrë që mos me harru, që kur delsh të një gurit të një ngjitje me ditë me bon janë korem, me ditë më bo ngjitjen, sigurin edhe zbritin edhe gjithë shka tjetër. Kështu që përveç mësimit, menoj që ndoshta mësimi ka me qenë ma i lehtë, po pjesa tjetër është që duhesh me mbajt praktikan edhe vazhdimisht me praktiku që mos me harru edhe me qenë e sigurt edhe jo mund dalë ashtu me mbet, okej, nuk e di akon pas me qitë karabinën qëto, a këtë anin tjetër, ose cila do mendim që të vjen, dush me okej, ndalu me ndoje, po pa qenë e sigurt, asnjëherë mos e merr një veprim. Pyet shokun tënd që kjo afër ose ndalu krejt ktheu, hajde një ditë tjetër, po asnjëherë mos e merr veprime pa qenë i sigurt. A flasim pak për personat të cilët kanë me e dhënë këtë dituri.
Instruktorët, ata të cilët do t'i trajnojnë këta të rinj të reja të cilët vinë edhe të moshave të ndryshme, normalisht, të cilët vinë për ta marrë pikrisht këtë dituri edhe, pse jo, bëjnë ngjitje në një të ardhmen të afërt. Po, atëherë klubi i ngjitjes ketrave në kuadër të Ketrat Akademi janë disa instruktor, është kryetari i klubit Blerta Nuaj, është Ilir Zhegrova instruktor, është Argjend Rizani, është Shpat Muharremi, që secilit prej këtyre do të marrin një ori, do të thonë do të ndahen pjesëtare, do të ndahen në grupe dhe do të mësojnë prej secilit prej tyre. Janë të ndame se çka ka me mësu Blertoni, çka ka me mësu Iliri dhe çka ka me mësu Laureta dhe secili prej neve. Kështu që janë të ndame, janë instruktor të certifikuar dhe unë kam qenë shumë e fat që edhe unë kam mësu prej tyne, por dhe të gjitha ata të cilët janë të regjistruar dhe janë tashmë pjesë e Ketrave Akademi, janë me fat që kanë me mësu për ngjitjen prej instruktorëve të Ketrave. Si sport në përgjithësi, sa mbështetet nga institucionet, sepse normalisht tu e marrë parasysh që nuk është një sport masiv, ndonjëherë mbetet edhe mrapa, nuk ndëgjohet, nuk ka mjaftueshëm mbështetje pikrisht nga ata që duhet patjetër të i suportojnë gjitha sportet në Kosovë. Po, nëse flasim sa na përket neve Ketrave Akademi, na e kemi një mbështetje financiare, i kemi disa sponsor tonë, por ndoshta jo në nivelin e dur sa do duhet të ishej. Ndërsa nëse flasim në përgjithësi si sport i ngjitjes, mendoj që është të lënë goxha shumë anar sa i përket mbështetjes. Ne në Kosovë përveç në qoftë se nuk gaboj, se nuk jam shumë e sigurt, përveç Marimon nga VNP, që është salla, nuk e di që kemi dikun tjetër një sallë për me praktiku ngjitjen gjatë kohës së dimrit, është në Prishtinë. Nuk janë të nivelit po, nuk janë në nivelin e dur, Mitrovic ka qenë është jashtë funksionit, në Prishtinë është jashtë funksionit, kështu që po besoj që kemi nevojt pakten me pas sallat, muret alpine brenda sallave që gjatë kohës së dimrit, me ushtru dhe mos me mbetu prit gjithmonë sezonën e duhur për me bo ngjitje. Kështu që besoj që duhet me pas një mbështetje më të madhe për institucioneve që me mujt me zhvillu hala ma shumë ngjitjen edhe me ngrit hala ma shumë komunitetin e ngjitjes. Edhe në fund të ditës një mur alpin apo një sallë e tillë kishte me u cilësu edhe si atrakcion edhe për sportin edhe pa qenë person i natyrës në këtë rast. Sidomos fëmijët janë ata që lidhen me gjana që nga fëmiria, pse jo të mos e kemi një sallë tillë. Në ma parasysh që në këto vendet për rreth ka sallë tillë në fakt. Është shumë e vërtet. Po nisëm prej fëmijëve, e shoh se sa që i dërgojmë ndoshta një patone lodra, janë ato muret e vogla alpine që edhe janë shumë kurrështar me u ngjit, po çka kur ata e bojnë një moshë edhe që kanë janë ma të rritur, do me thonë, veç nuk e kanë ma një vend. Kështu që kish pas me qenë një atrakcion shumë i mirë dhe kish pas me ngrej shumë fëmijë, do me thonë, prej moshës shumë të vogël, që me mësu se si bëhet ngjitja. Unë besoj shumë që na kemi me pas shumë shpejt një sallë, një muri alpin brenda një sallë në Prishtinë, ose edhe pse jo dhe në qytete tjera që kish pas me na mësu që me zhvillu edhe me rrit komunitetin e ngjitjes sa më shumë. Njerëzit të përgjithësi e mendojnë që është një sport i rrezikshëm, një sport i cili thjesht i pamundur për shumë persona, si e sheh Laureta. Edhe ndoshta nëse mundesh pak a shumë ngjitjen tënde të parë me përshkruajt. Në ngjitjen time të parë nuk kom ditë mu friksu heq, për e thamë kështu shumë sinqeresht, se nuk kom ditë çka është ngjitja, edhe, ju kom besu shumë instruktorve, po thjesht s'kom ditë çka është ngjitja as kur gjo, i kom vendos pajisjet e duhura edhe kom fillu mu ngjit. Krejt derti nuk kom pas që mu kanë thuj thajt, kur që tjetë. Kështu që s'kom ditë mu friksu edhe më ka ep shumë adrenalin, po ka pëlqy tepër shumë, sa që s'ku mujtë pastaj munale. Kum lonë dështë pak pjesën e hikingut mrapa, të fokusu tani ma shumë tek ngjitja, se më ka jep adrenalin shumë ma shumë se sa hikingu. Se sa është sport i rrezikshëm, unë e cika dhe ma herët, është një sport shumë i rrezikshëm, është një sport shumë sfidues, por të njëjtën kohë kjo rrezikshmëri mundet mu ullë në zero në qoftë se ti e ki marrë një trajnim adekuat, edhe në qoftë se ti i përgatitur ashtu siç duhet, dhe në qoftë se ti i zbaton rregullat e ngjitjes. Do me thonë, siguria është e plotë në qoftë se ti i zbaton këto trija.
e keni trajnim të duhur, i përcjell rregullat komplet, kështu që ekipa isje të ngjitjes, rrezikshmëria ulet dhe pastaj je i sigurt në ngjitjen që je duke bërë. Është një sport që t'jep adrenalin mbi gjitha. Edhe sado që dikush mund ta cilësoj si të pamundur, e kam bërë vetë, nuk asgjën këtë botë nuk është e pamundur, e thonë edhe shumë persona tjerë, edhe sado sfiduese është, ajo adrenalina të shtyen me provu prap një gur tjetër apo një mur alpin tjetër. Kështu që po, është shumë e vërtetë. Adrenalinën që ta jep ngjitja, personalisht mu nuk më ka jep asnjë sport tjetër. Është çdo hap që e bën edhe çdo guri që ti e kap, ki me kërku hala ma shumë analtë edhe je gjithmonë ndoshta, edhe pse na e kemi që okej mos këqyr shumë naltë se dush mu mbrojt mos po të bjen ai guri ose diçka tjetër, po prap ti ki me kërku dikun tjetër që mund gjit hala ma naltë, kështu që të shten hala ma shumë, mund gjit ma naltë, të shten me kërku edhe një guri tjetër, edhe një tjetër, derisa mu lodhësh edhe s'ki energji me bu në gjitje ma shumë. T'jep një adrenalin veçantë prej sporteve tjera. Në përgjithësi, sa do të zgjas akademia tani me këtë grupin që keni fillu, edhe lista pritje, se përmende pak më herët, çfarë persona kanë qenë, ose çfarë persona janë të gjithë persona të cilët e vizitojnë, apo thjesht janë persona të natyrës që kanë aktivitetet të tjera në natyrë? Të tillë që janë persona të natyrave të ndryshme, na edhe tash me këta persona që veç kem fillu trajnimi, kem pas persona shumë të ri që nuk kanë qenë kur pjesë e grupit tonë, dhe ky fakt na ka gëzu jashtëzakonisht shumë se ata kanë dëgju dikun mirë për neve, dhe faleminderit që na kanë besu dhe që na kanë zgjedh me qenë pjesë e Ketrave Akademi, kështu që ka persona që s'jon mirë kur për ngjitje, po Ketrat Akademi, qëllimi i Ketrave Akademi është që të mësu personat e ri, domethënë që dojnë veç mju fut botës së ngjitjes. Le t'jemi frymëzues për ata persona që s'kan po asnjëherë ngjitje, le t'vinë, le t'mësohen edhe pse jo të mos futen edhe ata në botën e ngjitjes. Thirrjen e kemi bo, veç sa e tha edhe vet Laureta, gjithsesi cili do t'ishte mesazhi yt për fund për gjithë ata të cilët po na shohin, po ndoshta një mesazh më i fuqishëm kishte me qenë për institucionet, ato të cilat duhet patjetër ti suportojnë, ti mbështesin klube tilla dhe në këtë rast akademi të tilla. Atëherë mesazhi im fillimisht po e bëj për komunitetin vjeshkatar, le të bashkojmë gjithë së bashku edhe le të arritim sa ma shumë komunitetin e ngjitjes së bashku. Domethënë të zhvillohemi dhe le të mësojmë së bashku që ta ngritim sa ma shumë nivelin e ngjitjes në Kosovë, ndërsa sa i parket institucioneve le të na mbështesin sa ma shumë që edhe na le të arrijmë dikund sa i përket sportit të ngjitjes, mos mbetim ndoshta gjithmonë veç në Kosovë apo në Ballkan, po le të shkojmë edhe sa më larg. Për më shku sa ma larg na duhet një mbështetje goxha e madhe. Patjetër shpo. Shumë faleminderit Laureta, ka diçka tjetër që do doja të shtoje sa i përket akademisë? Faleminderit juve dhe kisha dashur veç thjesht mi falendëru të gjithë pjesëmarrësit që janë bërë pjesë